Që është më në rëndësi është se hoteli është të ndërtu në standarde në bazë të politikave që i ka ajo. Hoteli do t'i ketë 180 dhoma, janë 3 tipologji të dhomave të ndryshme, është standardi 32, 64 edhe dhoma presidenciale. Që është më në rëndësi është se hoteli është të ndërtu në standarde në bazë të politikave që i ka Hayati, dhe më thonë edhe këtu jënë të angazhu në dikur edhe 12 konsulent, ndonë në fazat të projektit, ku dhe më thonë gjithë shka është të shku në bazë standardeve. Njëjtën gjë më i përmendë edhe projekti që është ngjitur me hotelin, janë rezidencat, janë 58 rezidenca, edhe ato janë të ndërtume, faktikisht jemi duke i shfrytzu të njëjtit konsulent, i kemi angazhu edhe të pjesa e rezidencave, ku dhe atjet njëjtin për shkak se edhe aty parashihet që t'jepen me dhe më thonë në shfrytëzim me qera për ambasadore, për t'huj, edhe kështu që edhe ato do të bëhen në standarde amerikane, do të bëhen, dhe më thonë, me gjithë shka është sa i përket kvalitetit, ndërtimit të gjitha, edhe do t'jenë smart. E përmende që do t'jetë smart, e përmende edhe standardet amerikane, apo është e vështirë kjo për standardin e Kosovës me u realizu kjo lloj pune? Pa jo është pak mu i me thonë se realisht në Kosovë është pak e vështirë dhe pse kohët e fundit bizneset dhe kanë fillu, dhe më thonë, janë të punu me standarde, po kjo është pak edhe kërkesat janë pak më të veçanta, edhe është dashur mund pak më shumë, normalisht edhe investimi është shumë më i madh, se sa ish bon ndoshta një banesë normale në Prishtinë që ndërtohen, këta i kanë pak specifikat asesoj, kërkesat janë ashtu dhe duhet një përshtat. A keni ndonjë periudhë kur planifikohet me u finalizu, apo kjo varet pak a shumë edhe prej procesit të punimeve? Po, procesi punimeve gjithmonë e ka një datë që e qesim për hapje, do më thonë që caktohet faktikisht për hapje, po punimet si zakonisht që e marrin do kohë. Do më thonë diku 10-15%. Ndoshta dalin jashtë krejshmërive. Dalin, gjithmonë kanë dalë, kështu që edhe kësaj radhe, ndoshta dalin diku te kvartali i parë, mendoj që viti 2027 veç do t'jenë gati. Do t'jenë gati.